Skuadra e futbollit Borreli po vazhdon me fazën përgatitore e cila vjen paralelisht me merkaton e verës. Stafi teknik dhe drejtuesit e klubit po punojnë për ndërtimin e ekipit që do të përfaqësojë Borrelin në sezonin e ri të kampionatit të kategorisë së parë në futboll. Deri tani pranë skuadrës janë afruar 10 futbollistë të cilët janë bërë pjesë e fazës përzgjedhëse. Por për teknikun Samuel Nika, i cili do të drejtojë skuadrën edhe këtë sezon të ri futbollistik, seleksionimet e lojtarëve kanë filluar dhe shumë shpejt do të dilet me formacionin bazë. Nika e shton se një pjesë e lojtarëve të vitit të kaluar janë larguar, ndërsa ka shumë kërkesa për të qenë pjesë e ekipit, çka vështirëson përzgjedhjen e tyre. Pas seleksionimit do të nisin procedurat për federimin e lojtarëve në Federatën Shqiptare të Futbollit. Po me datën 15 filluam me stërvitjet, mbyllëm një gjysmë jave mirë, duke seleksionu. Tani vazhdojmë seleksionimet dhe në fund të kësaj jave mendoj që do të formojmë një grup plot, i cili do të përballojnë këtë sezon, që është edhe më vështirë se ai që kaluam, kështu që duhet të kena parasysh edhe të bëjmë një ekip kompakt dhe të fortë. Po me thënë drejtën janë largu një grup goxha i madh lojtarësh, edhe i kena bërë një rekonstruksion pothuajse të plot ekipit, duke afruar elementë të ri, por gjithmonë duhet të kena 3-4 lojtarë me përvojë. Besoj që do të rikthehet shkalla në qendrën e mbrojtjes, do të shohim për një mesfushor qendrët, i cili të jetë Kyç dhe Xhebrahimin Sulm, që do të jenë boshti i skuadrës për nga eksperjenca. Pjesa tjetër do të vinë lojtarë të ri të mirë nga krejt Shqipnia dhe do të mundona që t'i fusim, t'i komponojmë me këtë brezin e vjetër edhe të bëjmë një skuadër sa më të mirë, sa më të fortë, sa më solide, që t'i kapim ato objektiva që do t'i kena pak më të larta se vjet këtë vit. Po merkato është shkon deri në fund, por ne do të mundona sa më shpejt ta mbyllim skuadrën. Ekipi i futbollit Borreli mblidhet çdo ditë pas dite ku jo vetëm zhvillohet stërvitja e lojtarëve, por luhen edhe ndeshje që përcaktojnë më pas se kush lojtar do të jetë dhe kush jo pjesë e sezonit të ardhshëm futbollistik.